Shtohen rastet e të prekurve me kancer në Spitalin Rajonal të Fierit. Sipas mjekes onkologe Anisa Mone, gjatë tremujorit të parë të vitit 2025, numërohen 120 raste të reja që kanë prekur kryesisht moshat e treta, ndërsa vihet re edhe një rritje e numrit të prekurve tek grup moshat e reja. Mone ka pohuar gjithashtu se ndër shkaqet kryesore që kanë ndikuar në rritjen e rasteve me sëmundje malinje, përveç faktorit gjenetik, janë jeta sedentare, keq-ushqyerja, duhanpirja dhe alkoolit e meshkujt, ndërsa te femrat lindjet në moshë të madhe apo mos ushqyerja me gji. Fatkeqësisht vjet re një rritje e numrit të rasteve të pacientëve të diagnostikuara me sëmundje malinje në qytetin e Fierit. Aktualisht për vitin 2025 për këto 3 muaj janë diagnostikuar afërsisht 120 pacientë. Pjesa më e madhe e cilëve janë moshat e treta, që ndiqen me trajtim paliativ për dhimbjen apo angesat që ato kanë. Vjet re një rritje e numrit të rasteve dhe tek moshat e reja, dhe kjo ngre theksin dhe rëndësinë e kryerjes së testeve depistuese. Jo vetëm të ekzaminimeve atëherë kur kanë ankesa, por dhe kur janë asimptomatik. Është ulur pragu i kryerjes së testeve depistuese. Mamografia bëhet nga të gjitha gratë nga 40 vjeç e sipër, ndërsa kolonoskopia tek të gjithë meshkujt dhe femrat mbi 45 vjeç. Shkaqet kryesore të shkaktimit të sëmundjeve malinje, përveç faktorit gjenetik, rëndësia kryesore është stili i jetesës, jeta sedentare, keq-ushqyerja si dhe veset, duhanpirja, alkooli. Faktorë të tjerë mund të përmendin lindje në mosha të madhe, mos ushqyerjen e fëmijëve me gji dhe shkaqe të tjera. Këtij tremujorit të parë të vitit, vjet re gjithashtu një rritje e numrit të femrave të prekura me kancer gjiri dhe kolekteral, ndaj Mone ka apeluar për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të kapet në fazën e hershme. Mone ka pohuar gjithashtu se në Spitalin Rajonal të Fierit, pacientët trajtohen me kimioterapi dhe mungesë barnash nuk ka patur asnjëherë, ndërsa ka theksuar faktin se fal terapive një pjesë e mirë të prekurve të diagnostifikuar në fazë të hershme, jo vetëm që janë përmirësuar, por edhe janë shëruar plotësisht. Për sa i përket diagnozave kryesore, vjet re një rritje e numrit të rasteve tek femrat të diagnostikuara me kancer gjiri dhe me kancer kolorektal, ndërsa tek meshkujt diagnozat kryesore janë kanceri i pulmonit, kanceri kolorektal dhe kanceri i prostatës. Aktualisht në spitalin tonë dhe në të gjitha qytetet e tjera trajtohen të gjitha diagnozat kryesore me kimioterapi dhe terapi të targetuar. Aktualisht nuk kemi mungesa në medikamente, ndërsa në spitalin onkologjik QSUT bëhet trajtimi të gjitha diagnozave sipas protokolleve ndërkombëtare dhe numri i medikamenteve, terapive të targetuara dhe imunoterapive është rritur ndjeshëm. Nuk ka mungesa në medikamente. Pjesa më e madhe e rasteve, të cilat janë të diagnostikuara në fazat e hershme, kanë një trajtim të suksesshëm dhe mund të flasim edhe për shërim të plot. Prandaj shumë e rëndësishme vizitat, kryerja e testeve depistuese që të diagnostikohen sa më herët, por edhe për fazat e avancuara, tashmë me trajtimet e reja dhe kujdesin mjekësor, patjetër që kanë neturitë. Përballë kësaj situate, mjekja Mone ka apeluar për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të mos diagnostifikohet në stade të avancuara.